Përshëndetje të gjithëve, unë jam Aldo Strollari. Kam punuar gazetar dhe prezantues në disa media në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe këtu në vend në Shqipëri. 4 vite më parë, përmes një mikeshës time, unë njoha me shoqatën e iranjanëve të shkëputur dhe dezertuar nga organizata e Mujahedinëve të popullit. Në fakt, që në fillim bisedat dhe sjelljet e tyre më dukeshin të pazakonta. Secili prej tyre tregonte se kishte kaluar shumë vite brenda një strukture të izoluar, brenda organizatës Mujahedinëve të popullit. Njëri më thoshte për 25 vite qëndrim, dikush tjetër 28 dhe një tjetër më shumë, 30 vite. Madje një person më kishte thënë se kishte kaluar 35 vite i izoluar në strukturën e Mujahedinëve dhe më tregonte për përvojën dhe të kaluarën e tij brenda kësaj organizate. Unë, duke qenë se profesioni im kryesor është gazetaria, u habita shumë nga kjo që po dëgjoja. Një gazetar është mësuar të pyes, të kërkoj dhe të kontrolloj dhe të mos pranoj çdo gjë pa e shqyrtuar atë. Por historitë që dëgjova ishin nga këta njerëz dhe ishin shumë të dhimbshme, saqë vazhdimisht më linte një pyetje. Në cilën pikë të historisë njerëzore ndodhemi ne, që mund të ekzistojë një situatë e tillë? Dhe a mund t'i privosh një njeri nga ndjenjat e tij? A mund t'ia paraqesësh familjen si armik dhe a mund ta ndash një burr nga gruaja apo dhe një grua nga burri i tij? A mund t'i thuash një njeriu se prindrit e tij dhe fëmijët e tij janë armiqtë e tij kryesor dhe pengesë për rrugën që po ndjekin për të ardhmen e tyre? Kjo ka ndodhur pikërisht në organizatën Mujahedine. Unë vetë jam i martuar dhe kam 2 vajza. Nëna ime jeton gjithashtu me mua dhe nuk do ta pranoja kurrësi dhe në asnjë mënyrë, qoftë edhe për 1 minutë, të mendoja se duhet të shkëputesha nga ata që dua më shumë. Prandaj sa më shumë dëgjoja këta njerëz, aq më shumë përpiqesha të kuptoja se çfarë ka ndodhur me këta individ. Ata flisnin për vitet e tëra të jetës së tyre, për familjet e tyre, për prindrit dhe fëmijët e tyre. Flisnin për marrëdhëniet njerëzore që kishin humbur, dhe pikërisht këtu fillova të kuptoj diçka shumë të rëndësishme. Sipas rrëfimeve të tyre, ata e përshkruanin si një lavazh truri, që nuk ishte thjesht një bisedë apo një takim i vetëm. Ata tregonin fjalë dhe emocione për një proces të gjatë, në të cilën komandantët dhe drejtuesit e strukturave të izoluara Mujahedine përpiqeshin t'i bindnin anëtarët se organizata dhe udhëheqja duhet t'i vendoseshin mbi çdo lidhje tjetër njerëzore. E kështu dal nga dal, sipas këtyre dëshmive, familja paraqitej si një pengesë, ndjenja paraqitej si dobësi, lidhja me prindrit paraqitej si një varësi. Dashuria me bashkëshortin dhe bashkëshorten mund të interpretohej si një pengesë për bindjen ndaj organizatës. Dhe kur një njeri dëgjon të njëjtin mesazh vazhdimisht për vite me radhë në një mjedis ku njerëzit përreth tij mendojnë dhe flasin në të njëjtën mënyrë, ndikimi mbi të mund të bëhet fatal dhe shumë i madh. Dhe aty më lindi pyetja: çfarë ndodh me mendimin e lirë ku një njeri duhet të mendojë se jashtë organizatës çdo njeri është armik? Çfarë ndodh ku një organizatë mësohet dhe beson t'i zotohet të mësoj për çdo individ që ndodhet brenda kësaj organizate që familja është armik? Çfarë ndodh kur ai fillon të besojë se vetëm organizata e di se çfarë të drejtë ka ai për jetën e tij? Dhe çfarë ndodh kur drejtuesit fillojnë të marrin vendime për jetën e tyre private dhe marrëdhëniet personale të këtyre anëtarëve? Këto janë pyetje që unë ja bëra vetes dhe dëgjoja për rrëfimet e tyre. E sa më shumë flisja me ta, aq më shumë kuptoja se fjala organizim, disiplinë, luftë politike dhe ideologji fshihen në histori njerëzish që kishin humbur vitet e vitet të tëra të jetës së tyre. Nuk po flasim për javë, ditë apo dhe thjesht disa muaj. Po flasim për 25, 28, 30 apo më shumë dhe 35 vite. 35 vite nga jeta e një individi e cila nuk është thjesht një shifër, por është vetë jeta, një jetë e tërë. Dhe kur një njeri më tregon se sa shumë vite ka kaluar nga jeta e tij, larg familjes, larg prindërve dhe larg një jete normale, unë si gazetar nuk mund të mos pyes: kush e ka marrë këtë vendim për këtë jetë? Një person, vetë ky grup apo vetë struktura? Dhe nëse vendimi është marrë nga vetë struktura, atëherë ku mbetet liria e individit? Këto pyetje më shtyn të kërkoja më shumë, dhe sa më shumë kërkoja, aq më shumë dëgjoja histori të dhimbshme. Prandaj u ula dhe dëgjova. Nuk u ula për t'i gjykuar ata, u ula për t'i dëgjuar ata, sepse pas çdo historie ishte një njeri
Ishte një njeri që kishte patur një familje. Një njeri që kishte besuar se do të jetonte gjithë jetën e tij me nënën dhe babain. Një njeri që kishte patur ëndra. Një njeri që kishte jetuar një jetë normale para se të hynte në atë strukturë. Dhe tani që unë e dëgjova, dua ta dëgjoni dhe ju. Sepse ndonjëherë për të kuptuar një organizatë nuk mjafton të dëgjosh fjalimet e drejtuesve të saj, por duhet të dëgjosh pikërisht ata individ të cilët besojnë se ekziston një jetë jashtë atij kampi. Duhet të dëgjosh ata të cilët e kanë jetuar jetën e tyre brenda izolimit dhe e kanë jetuar si një realitet shumë të vështirë. Megjithatë, përveç fjalës time, do të keni kënaqësinë të dëgjoni dhe vetë rrëfimet e ish anëtarëve të kampit Mujahedin. Sot, anëtarët e shoqatës Nexhat Albania, të cilët do të jenë në videot pasuese për t'treguar realitetin e tyre. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Aldo Sulollari.